Halla e shpat kasapit flet për herë të parë për Selvien, tregon diçka tronditse, e bëri merak një shqiptari. Këngëtari i njohur Shpat Kasapi u nda nga jeta papritur pas një arresti kardiak, teksa ndodhej në Itali së bashku me bashkëshorten e tij, Selvien, dhe djalin e tyre. Lajmi i hidhur u përhap me shpejtësi dhe shkaktoi një tronditje të madhe te familjarët, miqt, kolegët e muzikës dhe publiku i gjerë që prej vitesh e kishte ndjekur dhe vlerësuar për kontributin e tij artistik. Humbja e tij e parakohshme la pas dhimbje të thellë dhe pikëllim, duke sjellë reagime të shumta ngushëllimi në rrjetet sociale dhe në media. Megjithatë, krahas mesazheve të solidaritetit dhe dhimbjes, pas ndarjes nga jeta të Shpat Kasapit, vëmendja u zhvendos edhe drejt bashkëshortes së tij, e cila u përball me komente të ashpra, akuza dhe sulme të shumta në rrjetet sociale. Në vend që të respektoi dhimbja e një gruaje që kishte humbur partnerin e jetës dhe babain e fëmijës së saj, ajo u vu në qendër të kritikave dhe paragjykimeve, duke u gjykuar nga njerëz që nuk e njihnin dhe nuk kishin asnjë informacion real mbi jetën e saj familjare. Kjo situatë shkaktoi reagime edhe brenda familjes së këngëtarit, të cilët ndjen nevojën të dalin publikisht për të mbrojtur Selvien dhe për të ndalur përhapjen e fjalëve të pavërteta. Një nga reagimet e para erdhi nga nëna e Shpat Kasapit, e cila theksoi se kishte pasur gjithmonë një marrëdhënie të mirë me nusën e saj dhe se komentet e bëra në rrjetet sociale ishin të padrejta dhe të dhimbshme. Ajo kërkoi që njerëzit të tregonin më shumë ndjeshmëri dhe respekt në një moment kaq të vështirë për familjen, duke nënvizuar se askush nuk ka të drejtë të gjykojë pa ditur të vërtetën. Së fundmi, për këtë çështje foli edhe halla e këngëtarit, Flora Kasapi, e cila ishte e ftuar në emisionin Living Die. Ajo reagoi ashpër ndaj kritikave publike dhe deklaroi se ndaj Selvies është bërë një padrejtësi shumë e madhe. Në fjalën e saj, ajo u shpreh se ndjenjat personale të njerëzve, qofshin ato simpati apo antipati, janë çështje individuale, por gjykimi publik pa fakte dhe pa njohuri është i papranueshëm, sidomos në një situatë kaq të dhimbshme. Flora Kasapi përshkroi me emocione momentin tragjik të humbjes së Shpatit, duke theksuar se bëhet fjalë për një ngjarje të papritur dhe të pashpjegueshme, ku një njeri i ri, i gjatë, i bukur dhe i dashur nga publiku mund të shuhet brenda pak sekondash. Sipas saj, askush nuk mund ta kuptojë apo ta shpjegojë një moment të tillë, përveç atyre që e kanë përjetuar nga afër dhimbjen. Ajo theksoi se duhet parë gjithçka në kontekstin njerëzor dhe jo përmes thashethemeve apo supozimeve të pabaza. Në deklaratën e saj, halla e këngëtarit u shpreh se nëse Shpat Kasapi kishte zgjedhur Selvien si partneren e tij të jetës dhe si nënën e djalit të tij, atëherë kjo zgjedhje duhet respektuar pa asnjë diskutim. Ajo u shpreh e indinjuar se si një numër kaq i madh njerëzish marrin guximin të flasin dhe të gjykojnë një marrëdhënie intime, pa e njohur fare personin për të cilin flasin dhe pa pasur asnjë lidhje me jetën e tyre private. Sipas saj, reagimi i nënës së Shpatit kishte për qëllim pikërisht mbylljen e këtyre debateve të kota dhe ndalimin e fjalëve thyese, duke i cilësuar ato si komente haxhuese që nuk sjellin asgjë tjetër përveç dhimbjes dhe përçarjes. Në fund, familjarët e këngëtarit apelojnë për më shumë empati, respekt dhe njerëzi, duke kujtuar se pas çdo figure publike qëndrojnë njerëz të zakonshëm me ndjenja, dhimbje dhe humbje të mëdha, të cilat meritojnë qetësi dhe mirëkuptim, e jo sulme dhe gjykime të pamenduara. Për lajmet më të reja nga vendi dhe bota, bëni subscribe kanalin ton.